Një superfuqi që ndërhyn në një komb, popull të paralizuar për të udhëhequr veten dhe drejtuar vendin, është një çështje komplekse, me shembuj historik që tregojnë se një ndërhyrje e tillë ka rezultuar pozitive për stabilitetin, sistemin dhe ekonominë, edhe pse nuk është një zgjidhje e pranuar universalisht. Rezultatet e ndërhyrjeve të tilla varen shumë nga konteksti, qëllimi, administrimi dhe efikasiteti, si dhe mund të rezultojnë te fitimprurse ekonomikisht dhe efikase sociologjikisht. Venezuela dikur ishte vendi më i pasur në Amerikën Latine. Ajo ka rezervat më të mëdha të njohura të naftës në botë dhe qeveria e saj demokratike dikur lavdërohej në të gjithë botën, por sot institucionet demokratike të Venezuelës dhe ekonomia e saj janë në kaos. Vendi ka inflacionin më të lartë në botë, duke i bërë ushqimet dhe ilaçet të paarritshme për shumicën e venezuelianëve. Gjatë 4 viteve të fundit, prodhimi i brendshëm i saj ka rënë me 35%, që është një rënje më e madhe se ajo e parë gjatë depresionit të madh në Shteteve të Bashkuara. Dhe shkalla e vrasjeve në vend ka tejkaluar atë të qyteteve më të rrezikshme në botë. Këto kushte kanë shkaktuar muaj protestash kundër presidentit Nicolás Maduro dhe është e lehtë të kuptohet pse. Vendi ka ceduar që nga zgjedhja e tij në vitin 2013. Një sondazh tregoi se 80% e popullit do që Maduro të largohet nga detyra. Por në vend të kësaj, ka ndodhur e kundërta. Maduro ka konsoliduar pushtetin e tij duke e çuar vendin më afër sundimit autoritar. Ambicia politike e Maduros u bë e dukshme në dhjetor 2015. 2 vite pasi u bë president, një koalicion partish opozitare i quajtur Tryeza e Unitetit Demokratik fitoi shumicën prej 2/3 në Asamblenë Kombëtare, duke vënë në rrezik sundimin e Maduros. Në përgjigje të kësaj, Maduro shpejt shkarkoi nga detyra disa gjyqtar të Gjykatës Supreme dhe mbushi atë me miq besnik të tij. Në mars 2016, gjykata vendosi t'i hiqte Asamblesë Kombëtare, të udhëhequr nga opozita, kompetencat e saj, një veprim që shkaktoi protesta masive në të gjithë vendin. Vendimi u rrëzua disa ditë më vonë, por dëmi ishte bërë. Protestat vazhduan të rriteshin dhe janë regjistruar deri më sot, afro 100 të vdekur dhe mijëra të plagosur. Pavarësisht dhunës dhe protestës publike, Maduro mbajti një votim në korrik për të zgjedhur një organ të ri qeverisës të quajtur Asambleja Kombëtare Kushtetuese, e cila do të kishte fuqinë të rishkruante kushtetutën e Venezuelës dhe në thelb të zëvendësonte Asamblenë Kombëtare, dhe ta linte praktikisht pa opozitë sundimin e Maduros. Me votimin e fundit të Maduros, qytetarët nuk kishin të drejtë të flisnin nëse Asambleja duhet të ekzistonte apo jo. Ata kishin vetëm mundësinë për të zgjedhur anëtarët e saj. Asnjë ngjashmëri me kohën e Hugo Chavez. Ekonomia e Venezuelës, e varur nga nafta, në kohën e tij filloi të lulëzonte dhe Chavez shpenzoi miliarda në programe të mirëqenie sociale për të varfrit. Ai subvencionoi ushqimin, përmirësoi sistemin arsimor, ndërtoi një sistem të lakmueshëm shëndetësor dhe uli varfërinë me më shumë se 50%. Pas vdekjes së Chavezit, ku Maduro mori detyrën si pasardhësi i tij i zgjedhur. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Çmimet e naftës ranë ndjeshëm në vitin 2014 dhe Maduro dështoi të përshtatej. Hiperinflacioni i ka bërë sot ilaçet dhe ushqimin, që dikur subvencionoheshin, të papërballueshëm për të varfrit e Venezuelës, të cilët tani përbëjnë rreth 82% të popullsisë. Maduro manipuloi ekonominë për të mbajtur veten në pushtet. Vendosi kursin zyrtar të këmbimit në 10 bolivar për $1 amerikan, por vetëm miqtë dhe aleatët e tij kanë qasje në këtë kurs. Në realitet, monedha e Venezuelës është bërë praktikisht e pavlerë. Shumica e venezuelianëve i marrin dollarët e tyre në tregun e zi, ku kursi është rreth 12.000 bolivar për $1. Ushtria, e cila mori kontrollin e plot të furnizimit me ushqim nga Maduro në vitin 2016, thuhet se po përfiton nga kjo krizë valutore. Ata importuan ushqime me kursin special të monedhës së Maduros dhe i shitën në tregun e zi me fitim të madh. Kështu, gjeneralëve ushtarak dhe aleatëve politik, kriza u ka ofruar një mundësi fitimprurse që e ka ndihmuar Maduron të qëndrojë në pushtet. Qeveria e Maduros u përpoq të krijojë iluzionin e mbështetjes publike. Pretendoi se rreth 8 milion njerëz ose 40% e vendit votuan, por ekspertët e vlerësuan këtë shifër shumë më të ulët në vetëm 3 milion njerëz. Bashkësia ndërkombëtare, përfshir Perun, Kanadan, Spanjën, Meksikën dhe Argjentinën, i dënuan zgjedhjet, ndërsa Amerika vendosi sanksione financiare ndaj Maduros dhe anëtarëve të qeverisë së tij. Por kuvendi i Maduros, i mbushur me besnik, u mblodh gjithsesi dhe shpejt shkarkoi prokuroren e përgjithshme Luisa Ortega, udhëheqësen e opozitës. Grupet armatosura thuhet se arrestuan edhe disa udhëheqës të tjerë të opozitës. Do kishte pushtet absolut. Në këto kushte dhe në këtë moment, Shtetet e Bashkuara të drejtuara nga Donald Trump, që është një filozof i tërësisht ndryshe në politikën e brendshme dhe të jashtme të tyre,
bën ndërhyrjen kirurgjikale në Venezuelë, pa luftë, pa vrasje, pa përplasje të dhunshme, por mes një kapje dhe rëmbimi spektakolar, deri dhe të frikshëm për nga precizioni dhe koordinimi të diktatorit Maduro, nga banesa e tij, më 3 janar 2026, disa orë pas mesnatës. Presidenti Trump deklaroi se do të ndërmarrin administrimin e Venezuelës në bashkëpunim me vendasit, stoik në ndryshimin e regjimit, në instalimin e një sistemi funksional, në përpjekje për një ekonomi efikase, në interes dypalësh, me fokus ekonominë e naftës, në vendin më të pasur me këtë hidrokarbur, por me një industri teje të prapambetur, në të cilën Shtetet e Bashkuara dhe kompanitë e naftës duhet të investojnë për ta shndërruar tërësisht në rentabël, eficiente dhe në shtyllën e ekonomisë vendase. Sërish theksoi, me përfitime të dyanshme, Venezuelë Shtetet e Bashkuara. Disa e kritikuan veprimin e presidentit Trump, kryesisht të indoktrinuar i globalist majtis dhe vasalet e konstilacionit, teksa shumë të tjerë duar trokitën veprimin dhe ndërhyrjen strategjike të tij, kryesisht amerikanët, por edhe të djathtë e Europës. Cilat janë përfitime potenciale për Venezuelën me prezencën amerikane? E para është rivendosja e rendit. Ndërhyrja do t'i jap fund regjimit, protestave, do të stabilizojnë vendin e paqëndrueshëm, si dhe do të parandalojnë krizën humanitare dhe varfërinë e thellë. E dyta është ndërtimi i kapaciteteve. Amerika të ofrojnë ndihmë, zhvillim të infrastrukturës dhe ekspertizë në ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme, si dhe në instalimin e një ekonomie funksionale dhe qeverisje efektive. E treja është siguria. Një superfuqi mund të jetë në gjendje të ofrojë praninë e nevojshme ushtarake dhe të sigurisë, për të vendosur paqen aty ku forcat lokale nuk munden. Është shkehur nga kjo ndërhyrje e Amerikës sovraniteti i vendit? Përgjigja është më shumë se e thjeshtë. Jo. Sovranitetin e një vendi, të një populli e shkel regjimi, diktatura dhe jo një superfuqi që shndërrohet në aleat të popullit, padyshim me interesa të ndërsjellë. Që nga data 3 janar 2026, veprimet e Shteteve të Bashkuara, mes ndërhyrjes ushtarake dhe kapjes së presidentit Nicolas Maduro, do të ndikojnë thellësisht në ekonominë dhe stabilitetin e sistemit të Venezuelës. Në këtë situatë shumë të paqëndrueshme, Shtetet e Bashkuara po njoftojnë se do të drejtojë sektorin e naftës së vendit për të financuar operacionin. Ndërhyrja e presidentit Trump dhe Shteteve të Bashkuara do të ketë efektet e saj ekonomike në Venezuelë. Rigjallërimi dhe ristrukturimi i potencialit sektorit të naftës, një plan i menjëhershëm ky, i cili përfshin kompanitë amerikane të naftës që do të hyjnë në Venezuelë për të riparuar dhe drejtuar infrastrukturën e dëmtuar të naftës. Nëse ka sukses, që të gjithë janë të bindur se do të ketë sukses, kjo mund të rrisë ndjeshëm prodhimin e naftës nga nivelet aktuale shumë të ulta, në 100% të furnizimit global, në plan afatgjat, duke riformsuar potencialisht tregun global të energjisë dhe duke ulur çmime. Theksoi edhe një herë tjetër, duke riformsuar potencialisht tregun global të energjisë. Kapja e Maduros ka krijuar një vakum politik në vend, teksa plani i qartë i tranzicionit nuk është bërë ende publik. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se do ta drejtojnë vendin deri në një tranzicion të sigurt, të duhur dhe të mençur, një proces, afati kohor dhe natyra e të cilit janë ende jo publike. Një vështrim ekonomik që na bind për genialitetin politik dhe strategjik të presidentit Trump. Si mund ta riformsojë lëvizja e Trumpit në Venezuelë ekonominë e Shteteve të Bashkuara? Një nga faktorët më të fuqishëm nxitës të çmimeve të aksioneve të Shteteve të Bashkuara gjatë disa viteve të ardhshme mund të mos vijë nga Kongresi, Rezerva Federale apo inteligjenca artificiale, por mund të vijë nga Venezuela. Tregjet sapo kanë filluar të kuptojnë se çfarë ka ndodhur. Veprimi i fundit i Shteteve të Bashkuara në Venezuelë nën administratën aktuale ka rihapur aksesin në bazën më të madhe të rezervave të naftës në tokë dhe me të mundësinë e një shoku nga ana e furnizimit që mund të riformsojë inflacionin, normat e interesit, sigurinë kombëtare dhe në fund të fundit vlerësimet e aksioneve të Shteteve të Bashkuara. Nëse administrata arrin të rivendosë ndikimin operacional të Shteteve të Bashkuara mbi prodhimin e naftës në Venezuelë, implikimet për ekonominë dhe tregun e aksioneve të Shteteve të Bashkuara që në vitin 2026 mund të jenë të thella dhe kjo nuk do të ishte graduale. Kjo do të ishte strukturore. Nafta e Venezuelës dhe shkalla që të gjithë e nëmbvlerësojnë. Venezuela mban rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë. Nuk është një prodhues margjinal, është një bazë rezervash mjaftueshëm e madhe për të ndryshuar dinamikën globale të çmimeve. Menjëherë, para se të diskutoj vlerësimin, është e rëndësishme të kuptojmë se ku ndodhet Venezuela në krahasim me pjesën tjetër të botës. Dy fakte bien menjëherë në sy. Venezuela renditet e para në nivel global për nga rezervat e provuara. Ndërkohë, demokracitë kanë tendencë të dominojnë efikasitetin e prodhimit, sesa pronësinë e rezervave. Dallimi është qeverisja, disiplina e kapitalit dhe vazhdimësia institucionale,
jo gjeologjia. Sapo të kuptohet përqendrimi i rezervave, shkalla ekonomike bëhet e pamundur të injorohet. Realiteti prej 18 trilion deri në 45 trilion dollar është mbreslënës. 303 miliard fuqi nënkuptojnë një vlerë bruto toksore prej afërsisht 18 trilion dollar. E njëjta bazë rezervash nënkupton një vlerë bruto në tokë që i afrohet vlerës 45 trilion dollarëve. Për perspektivë, prodhimi i brendshëm nominal i Shteteve të Bashkuara është afërsisht 28 deri në 30 trilion dollar në vit. Prodhimi i brendshëm nominal global është afërsisht 110 deri në 120 trilion dollar. Kjo është arsyeja pse Venezuela nuk është thjesht një histori energjie, por është një histori pasurie kombëtare dhe makroekonomike. Vlera e naftës së Venezuelës është e barabartë me Mag 7 në total. Për të përcaktuar pasurinë e naftës së Venezuelës në terma që investitorët e aksioneve i kuptojnë menjëherë, merrni parasysh 7 kompanitë gjigante. Kapitalizimin e kombinuar të tregut të Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms dhe Tesla, që aktualisht arrin në total afërsisht 18 deri në 20 trilion dollar. Përmes një ndryshimi të vetëm gjeopolitik, Shtetet e Bashkuara kanë rifituar ndikimin operacional mbi një bazë burimesh, vlera konservatore e së cilës rivalizon vlerën e kombinuar të aksioneve të 7 kompanive më dominuese në tregun e aksioneve të Shteteve të Bashkuara dhe ndoshta në botë. Duke i vendosur 45 trilion dollar në perspektivën ekonomike globale, një nga mënyrat më efektive për të kuptuar shkallën e pasurisë së naftës së Venezuelës është ta krahasosh atë me madhësinë e të gjitha ekonomive kombëtare. 45 trilion dollarësh, kjo shifër të kalon prodhimin vjetor ekonomik të kombeve më të mëdha në glob. Në fakt, është afërsisht e barabartë me prodhimi i brendshëm të kombinuar të Amerikës dhe Kinës të marra së bashku. Ky krahasim nuk nënkupton që nafta e Venezuelës shndërrohet literalisht në prodhimi i brendshëm, por ilustron shkallën dhe vë në pah efektet e jashtëzakonshme makroekonomike. Nafta nuk ka qenë kurrë për ideologji, drejtësi apo moral, ajo gjithmonë ka qenë për pushtet. Rezervat më të mëdha të naftës në tokë janë të vendosura kryesisht në vende me institucione të dobëta, korrupsion të lartë ose qeverisje autoritare. Rezultati ka qenë i qëndrueshëm gjatë dekadave: kapitali i ikën, infrastruktura kalbet, prodhimi shembet, inflacioni global rritet dhe energjia bëhet politike vetëm pasi bëhet e vlefshme. Për më shumë se 40 vite, burimet e naftës së Venezuelës nuk u maksimizuan në mënyrë që të përfitonte popullsia e saj në ekonominë globale. Në kulmin e saj në fund të viteve 1990, Venezuela prodhoi afërsisht 3,5 milion fuqi në ditë. Në vitet e fundit, prodhimi ra në afërsisht 1 milion fuqi në ditë ose më pak, pavarësisht bazës më të madhe të rezervave në planet. Burimi ishte gjithmonë aty, por qeverisja dështoi. Në shumë shtete të pasura me burime, udhëheqësit u kapën pas fitimeve personale, në vend që të reinvestonin në kapacitete, institucione dhe infrastrukture, me rezultat kalimin në nënprodhim, korrupsion dhe pasuri kombëtare të humbura. Venezuela ndoqi deri më sot praktikën e kapitalit të shpronësuar, apo të shtetëzuar dhe të pasurisë së shkatëruar. Rezultati ishte i parashikuar, pavarësisht se mbante rezervat më të mëdha të provuara të naftës në tokë. Prodhimi i naftës në Venezuelë ra, reinvestimi u ndal, infrastruktura u përkeqësua dhe klasa e mesme u zhduk. Hiperinflacioni tejkaloi 1,000,000% në vit në kulmin e tij, por nafta nuk u zhduk kurrë. Venezuela nuk vuajti nga mungesa e burimeve. Ajo vuajti nga mungesa e strukturave qeverisëse të cilat lejuan që rreziku, kapitali dhe krijimi i vlerës afatgjatë të bashkëtojnë. Veprimet e fundit të Shteteve të Bashkuara përfaqësojnë një përpjekje për të përmbysur këtë trajektore duke rivendosur korniza të besueshme operacionale, ligjore dhe sigurie rreth prodhimit të energjisë në Venezuelë. Objektivi nuk është pronësia e burimeve, por mbrojtja e kapitalit, kontratave dhe infrastrukturës në mënyrë që investimet të mund të kthehen, prodhimi të mund të rikuperohet dhe furnizimi të mund të përgjigjet përsëri kërkesës globale. Këtu fillojnë implikimet makro, ku një bazë rezerve kësaj shkallë lëviz nga kufizimi politik drejt furnizimit të besueshëm, ndikimi nuk mbetet i kufizuar në tregjet e naftës, ai rrjedh dhe ndikon drejt për drejt në inflacion, në normat e interesit, norma zbritjeje dhe në fund të fundit në vlerësimet e aksioneve. Nafta është më shumë se sa thjesht karburant për ngrohje dhe automjete. Ndikimi ekonomik i naftës shtrihet shumë përtej karburantit dhe transportit. Nafta bruto është një input themelor në plastik, petrokimikate, plehra, paketime, farmaceutik, pajisje mjekësore, materiale ndërtimi, pëlhura sintetike dhe një gamë të gjerë mallash industriale dhe të konsumit. Këto inpute ndodhen thellë brenda zinxhirëve global të furnizimit dhe shpesh janë të padukshme për konsumatorët fundor, por ato janë nxitse kritike të strukturave të kostos së korporatave.
kur çmimet e naftës bien në mënyrë të qëndrueshme dhe të besueshme. Ndikimi përhapet në të gjithë prodhimin, logjistikën, kujdesin shëndetësor, bujqësinë dhe produktet e konsumit. Kostot e inputeve të kuren, marzhet zgjerohen dhe presioni i çmimeve lehtësohet në segmente të gjera të ekonomisë. Dhe ky efekt është strukturor dhe jo ciklik. Inflacioni, rezerva federale dhe efekti shumëzues. Për tregjet amerikane, edhe përmirësimi modest i inflacionit ka rëndësi të madhe. Nëse tregjet besojnë se ndryshimi i furnizimit është i qëndrueshëm dhe jo i përkohshëm, pritjet për inflacionin ulen. Ku Shtetet e Bashkuara zvoglojnë varësinë nga burimet e jashtme të energjisë, ekonomia bëhet më elastike ndaj goditjeve, luhatshmëria bie, primet e rrezikut të kuren. Një rivendosje e besueshme e prodhimit venezuelian në ndikimin e Shteteve të Bashkuara forcon pozicionin e furnizimit të hemisferës perëndimore dhe dobëson materialisht ndikimin e Rusisë, Kinës dhe Iranit në tregjet globale të energjisë. Koha e një ndryshimi të mundshëm të furnizimit venezuelian është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh rritjen e ndjeshme të kërkesës për energji të nxitura nga qendrat e të dhënave, cloud computing dhe infrastruktura e inteligjencës artificiale. Kërkesat për energji po përshpejtohen me një ritëm që nuk është parë në ciklet e mëparshme ekonomike, duke ushtruar presion në rritje mbi rrjetet e energjisë elektrike, kapacitetin e gjenerimit dhe inputet e karburantit. Nëse edhe një pjesë e bazës së burimeve të Venezuelës rikthehet në prodhim të qëndrueshëm sipas kornizave të besueshme operative dhe ligjore, ndikimi në aksionet amerikane nuk është linear, por ai rritet. Kostot më të ulta të energjisë rrisin marzhet në shumicën e sektorëve. Inflacioni më i ulët mbështet rritjen e pagave reale dhe konsumin. Normat më të ulta rrisin shumë fishat e vlerësimit. Investimet kapitale rriten. Kushtet financiare lehtësohen. Pasuria e naftës e Venezuelës është nënshfrytëzuar për dekada. Nëse ky ndryshim i furnizimit rezulton i qëndrueshëm, tregu i aksioneve të Shteteve të Bashkuara në vitin 2026 mund të përfitojë një nga sfondet më të favorshme makro ndër vite. Tregjet sapo kanë filluar ta vlerësojnë këtë mundësi. Ky është presidenti Trump dhe vizioni i tij. Kjo është Amerika e re e maga. Kjo është epoka e re në të cilën po hyn furishëm dhe pakthim. Mast Channel. Please subscribe.